Shokë dhe shoqe, mirë mbrëma. Ju informoj dhe kam informatat sakta që në vitin 2026 do futet monedha digjitale. Por çfarë ndryshon me monedhën digjitale? Sepse dikush nga ju mund të thotë që po mirë, po pastaj dëgjoj jeni me kujdes për të mirën tuaj. Kush është rastësisht si gjithmonë i bëj like faqes që jemi sërish, sepse sa më shumë jemi dhe aq më shumë diskutojmë, aq më pranë të së vërtetës jemi. Dhe ju falenderoj që jemi bërë bashkë. Pikë së pari, duhet të dini që monedha që ju përdorni sot nuk do të jetë më e nevojshme me fjalë cash, nuk do ketë më vlerë. Pra, në qoftë se pika e parë, në qoftë se keni para, me kalimin e kohës, nga dal do vinë momenti që do t'ju thonë në qoftë se ju keni para cash, nuk mund t'i shpenzoni ato. Pra, nuk do të keni, në qoftë se ju nuk mund t'i shpenzoni, nuk kemë më nevojë, pse duhet i kesh? Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra, në qoftë se dikush nga ju do t'i fsheh ato para, gabim. Sepse duhet filluar që tani që ato t'i investohen. T'i investohen në mënyra të ndryshme. Shtëpi, toka, po ku ta di unë, makinat jo, sepse makinat u bie vlera. Por duhet i diçka me vlerë, pra që mos t'i bie vlera. Zakonisht nuk i bie vlera tullave. Tjetra, pika 2, që është e rëndësishme. Në momenti që do filloj valuta, pra valuta digjitale, do fillojnë që do t'ju thonë për të reduktimin e të ardhave financiare që ti lëviz. Pra, në qoftë se ti sot lëviz, për shembull, nuk e di ku gjendeni ju, më thoni ju ku gjendeni, por të paktën në Evropë nuk lëviz dot më shumë se 5.000 euro në muaj, parafërsisht. Pra, ti në qoftë se i lëviz ato për ditë, në ditë nuk bëhet fjalë, por deri në 1.000 euro ti mund t'i tërheqësh nga banka, por do të pyesin se përse i tërheq, ku i çon etj. Pra sot për sot. Dhe sa më pranë të afrohemi datës, pra datës që do vihet në funksion, data që ata do ta vendosin, që nuk është vendosur akoma, por do të jetë vitin 2026, dhe derisa të vijë ai moment do reduktohet gjithmonë më shumë valuta, pra nuk do të ketë më valutë si më përpara, ajo që ti shpenzon. Bile do të kërkohet se çfarë do të shpenzosh dhe përse do ta bësh. Dhe kemi pikën 3. Pika 3 që është akoma më e rëndësishme. Në pikën 3 mbani mend që nga momenti që ti do fillosh që të përdorësh monedhën digjitale, çdo gjë do të jetë super kontrolluar. Nuk mund të bësh dot asgjë, nuk është si sot, sepse ti sot merr 10 për shembull, 3 i va aty, minjan, i kursen dhe nesër pas se ti i përdor si duash ti. Nuk do të jetë kështu, sepse ajo valutë digjitale do të jetë shumë ndryshe, do të jetë me pikë dhe pikët mbahen në kontroll, të gjitha pikët. Pra në kartë, në jetë, në shtëpi, në shkollë, në universitet, në punë, kudo, gjithandej, me pikë. E di që për dikë do thotë që për mua mirë është, jo, o sa probleme do ketë, por megjithatë, tani për tani unë duhet ju informoj për këtë. Dhe ku do të shkojë njerëzimi me monedhën digjitale, sepse ky është problemi që askush nuk e ka zbërthyer dhe askush nuk e di se çfarë do të ndodhë. Nuk është se unë di gjithçka, absolutisht jo, thjesht lexoj. Dhe do t'ju them se çfarë mendimi kam unë. Para një vit e gjysmë kemi bërë një video këtu në YouTube duke folur për një sistem që ka vënë në funksion Kina. Kina ka përgatitur një sistem. Çfarë sistemi është ky? Një sistem super i kontrolluar. Duke filluar që nga telefonat. Telefoni ku ke ti, në rrethin ku diametrin ku je ti, apo perimetrin ku je ti, telefoni kap çdo gjë që gjendet aty. Pra zërin tënd, fytyrën tënde, fytyrën e një tjetri, zërin e një tjetri, pra çdo gjë që jo vetëm të kontrolloj atë njeri që ka telefonin në dorë, por të kontrolloj edhe dikë që nuk ka një telefon. Dhe të gjitha këto informacione futen nëpërmjet wirelessit, sepse shkojnë nëpër telekamerat dhe nëpër antenat që janë rreth, në qytete, në rrugë, kudo. Dhe këto informacione vinë dhe me inteligjencë artificiale seleksionohen. Dhe në qoftë se mes tyre ka një të burgosur, një pa dokumenta, e gjen me njerë, sepse ka një sistem tjetër që të kontrollon fytyrën,
ti edhe po të kesh bërë operacion plastik, nuk ka shans ajo të gjenë, sepse kontrollon fytyrën dhe e di se çfarë kafke ke ti, sepse të ka regjistruar në sistem më përpara, sepse ti ke patur një dokument më përpara. Kështu që kjo është pjesa tjetër, por prisni sepse është gjë e vogël, kjo që ju thash. Tani vjen e madhja. Dhe çfarë ka bërë? Tani, kinezët kanë vënë në funksion një sistem që është me pikë. Sa më shumë pikë merë, aq më si mund quhet, quotato, si quhet, më i dëshirueshëm je nga shteti dhe nga sistemi. Dhe sa më pak pike, aq më pak i dëshirueshëm je. Dhe kujdes, sepse sa më pak pike, ti nuk mund të shkosh dot në shkollë, nuk mund të marrësh dot autobusin, nuk mund të hipësh dot në avion, nuk mund të psonisesh apo të bësh gjëra tjera. Bile kur nuk ke pikë fare, të marrin dhe të fusin në burg. Dhe ti në burg, ti nuk lëviz dot, sepse nuk ke asnjë shans që ti ikësh atje. Sepse si thash, është tepër e kontrolluar. Pra ti nëpërmjet pikëve do jetosh jetën tënde. Sa pike, kaq pik, okej. Kaq pik i përdor për këtë, kaq i përdor për këtë, kaq të përdoren për këtë dhe seleksionohen të gjitha pikët se çfarë ke bërë ti me ato pikë. Pra, përveç se janë super të kontrolluara çdo gjë, por është super e kontrolluar edhe jeta jote. Në çdo cep të saj. Bile do t'ju them, të gjithë ata që do të kenë probleme me ekonomike, sepse mendohet që nuk do të ketë probleme ekonomike, sepse kanë vendosur që të bëjnë një lloj sistemi që quhet pensioni universal, që është një bazë pensioni, nuk dihet nëse do bëhet për të gjithë, por të paktën Evropa dhe Amerika po e mendon. Dhe përse? Sepse pjesa dërmuese do jetë teknologji, dhe teknologjia do të shkurtoj shumë vende pune. Dhe njerëzit ku do shkojnë? Mirë po, ka shumë. Pra njerëzit janë shumë. Ku do t'i gjejnë gjithë këto para që t'ja jap njerëzve? Sepse nuk do t'jenë para, do t'jenë para virtuale. Dhe është njësoj si kur të kesh para. Tani, këto para virtuale, si që thash, ti duhet janë pikë, ti duhet ti rrisësh, jo ti ullësh, sepse ti gjatë jetës tënde, duke jetuar, çdo gjë që bën janë ose pikë plus ose pikë minus, kështu që duhet t'jesh ti i aftë që ti rrisësh ato pikë. Dhe në qoftë se ka ndonjë vagabond mes nesh që ngrihet në mëngjes për shembull i bërtet dikujt dhe dikush thot ai më bërtiti, ty t'ulin pikët sepse e tha komshiu apo e tha dikush tjetër dhe ulen pikët. Kalove në vijat e bardha, je në rregull. Nuk kalove në vijat e bardha, kalove diku larg, të kap telekamera dhe të vinë me njerë, me një fjalë që të seleksionohen, të hiqen pikë të tjera. Dhe ti, në qoftë se dal nga dal duke bërë gjithë këto gabime, ty në fund fare, në qoftë se të heqin gjitha pikët, si që thash, të fusin brenda. Dhe ti brenda nuk mund të bësh dot asgjë, të më falni. Jam i lodhur, është vonë. Edhe doja që t'ju bëja këtë sepse sa po më erdhi lajmi, bëja këtë video të shkurtër, që në vitin që vjen, me fjalë është vendosur, të paktën në Itali, është vendosur definitivisht që do bëhet me monedhë virtuale. Tani nuk dihet në fillim, nuk ma merr mendja në fillim të vitit, por ma merr mendja aty nga mesi, maksimumi nga shtatori i vitit që vjen, 2026. Dhe në qoftë se bën Italia, do ta bëjnë gjitha shtetet. Dikush nga ju do thotë, po mirë, çfarë ndodh me ato shtete që nuk janë pjesë e këtyre parave digjitale? Ato shtete, quhen shtete të treta, qoftë kjo edhe Zvicra, i duket Zvicrë sikur kush e di se çfarë bën, sepse kanë lënë aty, sepse ata pastrojnë parat e tyre, ata që vendosin, ja u garantoj për këtë, dhe u duhet Zvicra derisa të vi momenti. Pastaj kur vi momenti, brenda një dite rregullojnë atë çka duan që të rregullojnë. Kështu që nuk është as Zvicra, as Ruanda, as Brazili, apo ku ta di unë që mund të vendosi këto gjëra. Ata që kanë vendosur monedhën virtuale, janë ata që drejtojnë çdo gjë. Dhe ata që drejtojnë çdo gjë mund të ndryshojnë ligjet apo sistemin qoftë politik, por edhe bankar, apo si doni ju, brenda një dite. Pa patur asnjë problem.
shpesh nuk i bëjnë gjerime gradualisht, pikërisht sepse që mos të ketë viktima në popull, sepse populli është ignorant. Populli në përgjithësi është ignorant. Më vjen keq që e them, sepse gjysma e popullit flet gjuhë. Dhe ata që nuk e kuptojnë, janë pikërisht ata që nëse bëhet një rrëmuj, janë të parët që krijojnë probleme. Pra ajo pjesë që krijon probleme e kam fjalën, sepse nëse keni vënë si që kanë thënë, mjaft që të shikoni nëpër supermarkete kur ndodh ndonjë tërmet, ndonjë gjë, apo mes rrugëve. Pra këta janë ajo pjesa që janë ignorant që ju thash. Dhe mjeshtrat e din, kështu që për mos të krijuar kaos të madh e bëjnë çdo gjë dal nga dal. Po ku është finaliteti? Finaliteti është që të ikë një pjesë e madhe rreth le të themi 2/3 dhe të pastrohet që sepse jemi shumë thonë që jemi shumë. Në fakt po e hedhin gjithandej në ushqime, në ajër, ku duani ju. Dhe njerëzit, edhe ato gjilprat që bëjnë, edhe kështu që njerëzit çfarë do bëjnë? Çfarë do bëjnë? Edhe sikur ta dish çfarë do bësh. Dhe ky është problem. Me fjalë të ruajmë sa të mundemi, sepse nuk mundot gjë tjetër. Dhe po thoshja që pikësynimi i tyre është që të reduktojë një pjesë të njerëzve, pastaj të ingranojë një pjesë të disa ligjeve të reja që nuk mund t'i themi dot tani, dhe në fund të jetë një moment rekuperimi, pra i resetit të madh, sepse është bërë një reset, ka filluar reseti, the Great Reset, e kemi thënë këtë, pra reseti i madh, por kjo është periudha dhe kush mbetet do bëj rigjenerimin, pra do bëj ristartimin ose do bëj korrigjimin të secilit prej këtyre. Pra nëse ti do jesh leal, i dur, njeri i mirë etj etj, nëse zgjedh këtë, do të mbajnë, do ecësh përpara. Ndryshe je eliminuar. Dhe jo kështu, je eliminuar me të vërtetë. Dhe siç që kam thënë, siç e kam shkruar edhe në librin e parë Viaggiando nel passato, do t'ja u them sërish që ta mbani mend, njeriu, në fjalë gjithë njerëzimi do dahet në specie dhe në nën specie. Kështu që e kemi thënë disa herë, nuk dua ta përsëris më këtë fjalë që si e po qysh, por bëni mirë që t'jeni në specien e zhvilluar dhe jo ajo nën specia, sepse do eliminohet. Dhe këtyre, siç është vënë re, u interesojnë njerëzit që janë të informuar, njerëzit e ditur, njerëzit që kanë ide etj etj. Pra ky është zhvillimi që sipas tyre duan t'i imponojnë njeriut. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshi një natë të këndshme, mos u merakosni, ç'të bëjmë. Jam me ju pjesë, kështu që mendojnë vetëm për fëmijët, se si do shkojnë, si do ja bëjnë. Hajde, natën e mirë.